5 banesa të përmbytura në uzinën e 12 pranish kombinatit metalurgjik dhe mbi 10 të tjera në Bashkinë Belq është bilanci prej motit keq në qarkun e Elbasanit, ndërkohë raportohet se rrezikojnë prezencë uje dhe disa banesa në Bashkinë Cerik për shkak të mos pastrimit të kanaleve kulluese. Përmbytja e katëve të para në Elbasan bëhet me dije se ka ardhur si pasojë e kanalit kullues nga punimet e firmës Salillari që po kryen punimet e korridorit të 8. Ndërhyrja në disa banesa u krye nga vetë firma për të zhbllokuar situatën, ndërsa në disa banesa të tjera, banorët ndërhyn privatisht. Albert Muça nga fshati Katundi i Ri thotë se uji nga banesa e zbrazi vetë, ndërsa dëmet kanë qenë të mëdha. Sa llogaritet materiale. Pasabja më. Jo breqete, jo. Çfarë? Ai ka hyrë natën. Po çfarë do bëjmë? Dole pashtu. U interesova pasaj, gjeta i pompë në lagje. Në e futa. Ja, po s'ka kush ka një, nuk kam mjaftuar njëri për shembull. Për këtë punë. Ja. Është hera e parë që ju përmbyteni? Hera e parë se ka dalë kusha nga rruga, nga ndërtimet aty. Sepse me ujë të shiut nuk ka mushë si here. Pse ku do ashtu? Çfarë unë me mbarova vetë, sa të shonë, sa ndime. Unë edhe për 2-3 orë them e thane. Përmbytjet të tokave bujqësore janë regjistruar në njësinë administrative Gjergjan dhe në fushën e Muriqanit, si pasojë e bllokimit të kanalit që kalon në zonë. Për sa i përket situatës në bashkitë e tjera nuk raporton problematika apo situata emergjente. Akset rrugore nacionale e rurale janë të hapura për qarkullimin e mjeteve. Në aksin rrugor nacional Gramsh-Moglic ka pasur rënje të inerteve në rrugë, të cilat janë pastruar nga firma kontraktuese. Sa ka shprurjet e lumeve dhe përrejve, bëhet me dije se janë në kuota mesatare dhe nuk paraqesin probleme.